Thanë, doktor ty po të njojmë, këtë zotnin s'pi njojmë. Thash, legjitimon e sa i dyshimt për plakun, plakut veç i shkun latë. Atëherë përshëndeshin me grësht. Na përshëndeti me grësht, edhe i thash po shkojmë të motra Hims, të vajza Rasimit, tha rrugë të marë. Plaki u shkokërdhu të qajtë, u knaq. Tha babë edhe me dekë, sot nuk mjetë marak. Shumë. Edhe po vjen Ramushi, ishte i plagum me 24 mars, po vjen të tapallu me një kese me fasha, me kështu tha, djemë tha që qëtu, nëse ju vytë, dishka që ku i kedi. Komandant, ti që i ki njës luftën, na kime numër pra pa vinë. Edhe, po më tha, qa jeti? Thash jo mjek. Tha qifti, ja kemi bërë shti vetë mision si ti. I thash jo, komandant, i sholle ju shkonë marë lufta, edhe më su brengos se shëndetësin ku më të organizohen. Ja shita kolin vetit. Kur është plagu luftetari i Liris, i cili tani jeton dhe fatbarësisht është shumë mirë, Leci, Blerim Bajramaj nga fshati Glogjan, dhe unë atë ditë me plakun tim shkum me vizitu vajzën e veteranit të luftës tash dhe motrën e dëshmorit Him Haradinajt, i cili ra me 24 mars, në Baballaq me qenë se veç e kishim familjarë, se motra ime ishte martu me në familjen e tyne dhe shkum me babën me vizitu. Ka shkum rrugës, në Glogjan ushtria çlirimtare e Kosovës veç dul mas 24 marsit dhe kishte qitë punktet. Në punktin e parë në ndalun. Ishte përballja e parë dhe jam ja drejt për drejt me ushtrinë çlirimtare të Kosovës në uniform. Edhe plaku jam, thanë, doktor ty po të njojmë, këtë zotnin s'pi njojmë. Thash, legjitimon e sa i dyshimt për plakun, plakut veç i shkun latë. I thash është baba jam, vazhdoni. Kur dulem, ram në për Glogjan, edhe shkum të shtëpia Elmira Nadinit, ishte në fund atëherë shtëpia Elmis. Fatmir Nimonaj me një ushtarë që më vjen shumë keq që nuk ja di emrin tash. Fatmirit ka qenë shumë pedant, zotni, edhe nuk i rrinte uniforma shkelqyshëm. U duke një shumë madhështor u duke Fatmir Nimonaj. Edhe atëherë përshëndeshin me grësht. Na përshëndeti me grësht. Edhe i thash po shkojmë të motra Hims, të vajza Rasimit, tha rrugë të marë. Plaki u shkokërdhu të qajtë, u knaq. Tha babë edhe me dekë, sot nuk mjetë marak. Shumë. Shkum për mu këthy tash, u dashke mu këthy në shpina një zdesh. Me ranë për Glogjan prap mu duke si provokim. Edhe rash për Rëstovic, në prej lep, ku shkum në Prokollok, erë Fari Selmonaj. Edhe po ma bën me drita. Unë ala, tha doktor po na vyn një mjek. Thash unë e kovash nuk jam. Tha jo po na vyn kirurg. Thash allaj, s'po di. Rasimin veç e kishin marrë në burg me 24 mars. Tash Faria e kishte të kufizuar me lëvizjen. Unë halo lëvizsha. I thash merr ma plakin çama në shtëpi. Thash unë po shkoj për gjoj një kirurg. Jam shku kush është kirurg, ishte Ali Tola i kirurg që punonte në Gjakov, shkova në shtëpinë e tij, s'kish qenë në shtëpi. I shku në Gjakov, më shku në Gjakov, më duke larg edhe kisha pak si cikletshme. Kush është më afër në kirurgjinë komunët Deçanit Syl Bruqi. Syla është doktor i otorinës, otorinolaringolog, më afër me kirurgjinë. Shkova në shtëpi Syl, si thash Syl që shtu nuk ka agjitu me njerë ka dalë, i ka marrë një dobësh, disa gaza dhe kemi shku. Kur shkum në shtëpinë e Rasim Hims. Leci i plagum, ishte i plagum në abdomen. Edhe porta hyrëse nuk ishte shumë e madhe, porta dalëse ishte prolaps plagët mërshme. Edhe me të drejten, unë u tërheka se si ishte lamia jame, po edhe Syla nuk ishte shumë i sigurt aty. Ka orë doktor Ilmishej. Kur erdhë Ilmishej, më tha, doktor, tha fel ku ke hi. Tha kyn gojës, se ko i plagum. Tha rolla Ilmi edhe atje poshtë ja. Tha qysh e pas ka bua i da i, tha qëtë kom jam arunja. Edhe ka hi, doktor Ilmia e ka trajtu plagën, e ka regullu, fatbarësisht. Plaga ka hy në mes lëkurës edhe peritoneumit që i thumë na. Nuk i ka prek organet. Fati në fatkeqësi. Edhe ka shku mirë ajo.
Ndërkohë, po më thëtë Faris Selmona, i tha, po vjen komandanti. I tha, shprekoj të komandanti, unë nuk e njësha Ramushin. Tha, është i Drenicë. Kur më tha i Drenicë, su shlirova unë. Jo, po vjen Ramushi, ishte i plagu me 24 mars, po vjen të tapallu me një kese, me fasha, me kështu, tha, djemë, tha, që tu, ndërse ju vytë, dishka, që ku i kedi. Jo, dhe tash, ullem, po bisedojmë, pe pyt Ilmia, po i spjegon që mendoj që ka me kalu mirë, plaga nuk ka pjek organet vitale, dhe tash unë pe i thamë, komandant, ti që e ki njës luftën, a ki me numër pra pa vinë. Edhe, po më tha, qa jeti? Tha, shë mjek. Tha, qefti, a kemi bërë që ti vetë mision si ti? Tha, unë tha e mushtarak, do të bëj luftën me çdo çmim. Unë në organizoshën dhe cinti. Edhe tash Faris Selmoni tha, komandant, kjo është tha i smut, isha i smut si isha ardhë, se u përballsha me 2 sfida. Me sfidën që filloj lufta, edhe me sfidën shëndetësore që i kisha në atë kohë. Kisha marrë 4 ciklet kemoterapisë dhe limfoadenoektomin, dhe më thonë një operacion shumë tronë. I thash, jo, komandant, i sholla ju shkon marrë lufta, edhe mos u brengos se shëndetësinë ku më të organizohen. Ja shita kolin vetit. Edhe ndërkohë, u mbyll ajo, aty kishte nevojë edhe për një ortoped. Ortoped na nuk ishim as njoni. Ram, shkum të Naim Kuqin, telefon bisedum me, nuk po më kujtohet emri ma vonë, më kujtohet të ortopedit, edhe Ilmia ka shku të nesërmen e ka marrë ortopedin. E ka marrë në spital, edhe e ka qu në Glëzhen. Ma vonë, është plagos Shkelzeni edhe ajet po tjera. Pa u themelu spitali ushtarak ka qenë. Shkelzen Aradinin e ka bo imobilizimin e ti doktor Shqyqri Mema, edhe për plagën ma vonë është kujdesa dhe më qeku me Shqipen.